Përshëndetje të nderuar teleshikues, unë jam Gjergj Margu, kthehem pas 13 vitesh në Lezhë, pas një eksperiencë gjatë dhe bashkëbisedimi me qytetarët e Lezhës edhe të zonës Veriut në përgjithësi, dhe është kënaqësi që të jem sërish pas kaq vitesh, normal në një moshë më të madhe se sa isha në atë kohë, por është kënaqësi që e kam prit me atë entuziazmin e një profesionisti për kaq sa unë jam, ftesën që më është bërë nga deda që ka dhe kablorin, ka Netsuskomin, pra që ka Netsuskomin, edhe besoj që do kemi diçka të bukur që ja vlen për trevën e Lezhës, por edhe të Veriut, pse jo. Do të se është diçka modeste, por sidoqoftë ka një titull interesant e emisionit që unë do të drejtoj në mënyrë të përjapshme, që është në kuvend, dhe zëri i Lezhës. Akrolis TV. Çfarë është Akrolis TV? Unë do ta nis sot me Hekuran Kokën, që është miku im dhe është një aktivist shumë i veçantë për zonën. Hekuran, mirë se erdhe në hapje. Mirë se erdhe dhe faleminderit, është shumë kënaqësi që të jem i pari i ftuar këtë kuvend që bëhet këtu në Lezhën e Vjetër, siç edhe është emri i televizionit, që është Akrolisi, Lezhë e Vjetër. Po, Akrolis do me thënë, unë qyse mu tha për shembull dhe pash disa gjëra që janë bërë këtu, më pëlqeu, po pse Akrolis? Pse Akrolis? Çfarë sjell në komunikimet me qytetarin Akrolis? Nga pikpamja e lashtësisë vet, por dhe nga koha, do me thënë një lidhje mes dy epokave. Tashmë jemi në epokën digjitale dhe normalisht që dhe Akrolis do të jetë një platformë që do të jetë bazuar shumë në epoka digjitale, është një televizion i bazuar në rrjetet kablore, televizion digital i tëri, në platformat YouTube, rrjetet sociale, Instagram, Facebook. Po gjithë kjo bëhet në emër të Lezhës Vjetër, Akrolis, dhe është eksaktësisht ajo që theti, një lidhje mes Terezës dhe Vjetrës. Është Lezhë që është këtu, që para se sa historia të ishte, që para se të niseshin shkruheshin librat, këtu janë gjurmët dhe Akrolisi është dëshmia më e qartë e jetës që shkon përtej mregullave të historisë, dhe deri në epokën digjitale që është platforma e re, që kërkon të angazhojë të rinj, të fëmijët, qytetarët e kësaj zone në një bashkëbisedim, në një mundësi për me thonë gjanat pastër dhe hapkas. Po, ne kemi vënë emrin në kuvend. Do me thënë, nëse flitet për kuvend, besoj Lezhë është vendi mitik i kuvendeve, edhe kështu që edhe gjithë baneri kryesor, pra pamja kryesore këtu, që mund ta shohim, ja ku kemi në kuvend. Dhe është interesant kjo, sepse zëri i Lezhës, me sa duket ka ardhur përmes kërkimeve me inteligjencë artificiale. Po, normalisht që Lezhë është vendi i kuvendeve, Lezhë është qyteti i kuvendit, nuk ka kur gjatë tjetër që definon më mirë Lezhën se sa kuvendi, dhe është në gjetje në kuvend, dhe normalisht që ky kuvend do me kenë jo vetëm vendi ku mlidhen njerëzit, po edhe një vend ku u jepet zonë Lezhës, ku lezhjanët, meritorët, kurbinasit do të kenë mundësinë që të ngjojnë përjetën e tyre. Po jo vetëm, sepse platforma shtrihet në gjithë veriun e Shqipërisë, në Pukë, në Fusharës, në Kukës dhe në Kurbin e tham, normalisht do mundohet të jetë një zonë për gjithë veriun. Një zonë që nuk do me bëjë konkurrencë më kërkan, por që do me kenë një zonë i vetë, një zonë i pasur. Po, ndërkohë që nga herë është koncepti për t'i parë në mënyrë si kritizer, ta zonë pushtetin një mënyrë, ka dy mënyra domosdoshmë, ose për ta parë me një servilizëm skandaloz, ose për ta parë me syrin e kritizerit. Domethënë, dhe sa herë ndahen kampet, shqivet jo. Besoj që ne këtu do të jemi shumë konstruktiv. Do të jemi shumë konstruktiv për ta përcjellë fjalën me finesë ke publiku dhe mënyrë bindëse, por ajo duke qenë ti si ekspert. Mase ne te mund të japim edhe shembull se si mund banë PR e institucioneve, bashkive e tjere me radhë, sepse sot nuk komunikohet shumë keq, nuk ka drejtare komunikimi për publikun. Është një eksperiencë që
është e mirë se ti je ekspert për këtë dhe është e mirë se kjo ndikon në komunitet, ndikon tek vendimet që merren e tjerë të iniciativet vendore e gjitha me radhë. Kështu që besoj kjo do të jetë një nga pjesët e forta që ne do kemi në emisionet tona. Padyshim që bashkitë kanë shumë të rëndësishme të komunikojnë me njerëzit. Ne është e vërtet që kena votu dikë si kryetar bashkie, dikë si këshilltar, dhe ato kanë detyrën me na përfaqësuar ne, po gjithmonë është e provuar në gjitha vendet që kur një punë është kryer në konsultim me njerëzit, është kryer në bashkëpunim me njerëzit, është kryer duke i marrë njerëzit të informuar, ka dalë gjithmonë e mirë. Të thash edhe çfarë e the edhe ti, ne nuk do të duam që të bëjmë as kritiku në kërkujt dhe nuk do të duam të bëjmë as servilin e kërkujt. Ne do të duam që këtu të krijojmë një platformë mande të cilës të mundna me pa si po ecin punë, çfarë mundet të bëjë më mirë, si mund të bëhet ndrysh. Dhe në këtë mënyrë të ndihmojmë të komunitet për me ecë. Ka prej disa vitesh tashmë këshillat tonë bashkiak, Lezhës, Mirditës, Kurbinit, kanë nisë që të transmetojnë edhe mbledhjet online. Kjo mund të jetë një moment ftese për këto bashkitë që platforma Akrolisit mund të ofrojë hapësirën që këto mbledhje që i transmetojnë live, ti transmetojmë edhe në televizor, të japim një mundësi më shumë që të jetë edhe këtu. Në qoftë se bashkitë përkatëse do kenë nevojë të komunikojnë diçka për publikun e gjanë, mund të jetë një platformë e cila edhe kjo është një platformë më shumë përveç përdorimit të rrjeteve të tyre sociale që shpesh përdoren, po shpesh edhe kanë mangësitë të tyre. Kjo është një mundësi tjetër që është më tradicionale në një sens televizioni dhe duke pas parasysh që tashmë qytetet tona, vendet tona kanë mbet me një popullsi të moshës së tretë që kanë Facebookun e tyre, por nuk është se janë shumë më mirë dhe po t'ua dërgosh informacionin nëpërmjet televizionit të shkon shumë më mirë. Kjo do ishte një platformë shumë e mirë që i shtohet asaj çka do të më bëjë normalisht. E gjitha ajo, dhe ne këtu do mundohemi të shtyjmë që bashkitë të bëhen sa më transparente. Ne do të kemi parasysh edhe burimet njerëzore nganjëherë kanë të bëjnë atë që nuk është se s'duan bashkitë që të bëjnë punët, po në bashki ku diun si Kurbini apo Fushar, si mund të burimet njerëzore, nuk ke mjajti të mirëfill që të munden me dhënë informacionin siç duhet. Shpresojmë që kjo platformë të jetë një mjet më shumë për të ndihmuar bashkitë në detyrimin që kanë ato për të konsultuar dhe për të informuar qytetarët. Okej, falenderoj Heguran, sepse tani do të vi radhë dy të ftuarve që do të na sillin diçka interesante dhe është nevojshme që të sillen formimin intelektual, është shumë e nevojshme. Zona të tilla kanë tepër nevojë, por njerëz që thashë edhe një herë, vazhdoj ta them, njerëz produktiv që kanë çfarë të japin komunitetit, modelet e tyre, ama vazhdojnë të fuqishëm intelektual që janë të tillë domethënë dhe ne këta gjithmonë do t'ju themi që okay, jeni këtu ku vend këtu. Këtu ke zëri i Lezhës në Akrolis. Të falenderoj ndërkohë që një promocion të shkurtër dhe pastaj kthehemi te dy ftuarit që i kemi këtu në studio. I ndihni më pas. Të nderuar teleshikues që po na ndiqni këtu në emisionin Kuvend, rikthehemi sërish në studio me dy miq të mi të ftuar, dhe që u shkon domethënë fjala në Kuvend dhe është Gjon Marku, studiues i njohur tashmë, dhe Frano Kulli, shkrimtar, publicist edhe drejtuesi i entit Gjershfishta. Mirë se erdhët Gjon edhe Frano. Është nësi që kemi edhe në Kuvend ju shkon, a Frano? Ju shkon? Gjithsesi, besoj që është terminologji e zgjedhur, titull i zgjedhur, urime dhe suksese. Faleminderit. E Gjori normal, se Gjoni ka edhe libre do flasim për atë. Libri ka libra Gjoni për Kuvendin. Kështu që Gjon është urojmë sukses. Është veni jot. Faleminderit për ftesën. Po. Unë desha të ndaj diçka para se sa të fillojmë bisedën, edhe për temën që kemi përcaktuar, Kuvendet e Moshme dhe Kuvendi i sotëm në Akrolis TV. Të ndajmë faktin që ajo çfarë përjetoi gjithë bota katolike dhe jo vetëm, është pikërisht ndarja nga jeta e Papa Franceskut, një pap ikonik i kohëve moderne. Besoj që keqardhja është e madhe dhe sidomos edhe lidhja me popullin shqiptar. Vizita e tij e famshme në vitin 2014. Nuk e di Gjon, cili është komenti jot me këtë rast.
Për gjithë botën katolike është trishtim, është një dhimbje shumë e madhe dhe është një humje shumë e madhe. Është më tepër që Shqipëria vetë me papatin ka lidhje të caktuara. Vetë Shqipëria ka 8 papë në historinë e vet. Njëri në ta ka qenë Papa Klementi XI, ka pas raporte të jashtëzakonshme me Papa Gjon Palin II, i cili ka ardhur dhe ka bërë mesh në vitin 1980 në Otranto dhe ka kthyr syt nga Shqipëria kur ne ishim si vend i kaluar. Vetë papati ka pas një vëmendje të jashtëzakonshme. Papa i fundit kishte pa diskutim vëmendjen e vet dhe interesimin e vet për vendin ton dhe për Kishën Katolike në vendin ton. Kështu që është pa diskutim humja edhe për ne, humja e papës. Po, në 2018 në Frano, Papa ka bërë një përshëndetje shumë veçantë, ku bjen sy kjo shpreha për shqiptarët e Gjergj Kastrioti, ishte përvjetori i heroit ton kombëtar, dhe normal Papa Francesco është një figurë shumë interesante, sa i përket edhe lidhjes, jo vetëm si bariu shpirtëror i botës katolike, por edhe sa i përket prekjes së sensitivitetit human në të gjithë botën, por edhe ndikimit të tij për të qenë në vendet e vogla siç ishte Shqipëria dhe për të dhënë një impuls tjetër të bashkëtesës fetare, mbi gjitha dhe të asaj që ai e quajti shqipet fluturonin të lira në qiell. Po vërtet Papa Francesco që sot u nis në shpinatit me ne shqiptar dhe me Shqipërinë tonë ka një lidhje speciale, shumë speciale, është një prej dhuratave më të bukura që i bën popullit tonë me vizitin e tij të parë pas inaugurimit të tij papal, siç e dim në vitin 2014 me 21 shtator, ai zgjedh pikërisht Shqipërinë për të bërë vizitën e parë baritore. Abdheun e Nën Terezës. Ai me këtë rast i bën një homazh gjithë historisë sonë, ndoshta në raport me, sidomos historisë së re, të trazuar në raport me besimin, një dhuratë e cila e kalon pjesën baritore tek katolikët e Shqipërisë. Është një vizitë që i bën ndër dhe i bën të ndër, e do t'i bëjë ndër në historinë tonë absolutisht, do t'jetë shënuar për gjithë popullin shqiptar. Në këtë kuptim, sigurisht nisja e tij sot për në shtëpinë e Atit është një moment emotiv, emocional, unë besoj se për marrë shqiptarët kudo që janë. Po, atëherë kthehemi tek tema për kuvenet. Meqense e nisëm me papën, unë kam parasysh tek libri juaj, ku keni theksuar 29 kuvene të rëndësishme ndërkrajinore për mirditën, po ndërkrajinore, po ndërto janë edhe kuvene të drejtuara, të inspiruar nga Abat Doshi. Dhe duket se kjo linja fetare ku tempojt fetar nuk ka qenë vetëm fetar, por dhe diturimi, arsimimi, kulturimi edhe adhetarie. Atëherë, Mirdita është një ndër trevat më të mëdha etnokulturore të Shqipërisë, por një ndër trevat që ka mbijetu dhe mbijetesën e vet e ka pasur në sajt të kuveneve të mbledhura në Mirditë qysheret. Po të nisemi kështu, Mirdita vjen në traditën e vet, që në kohën e Qezarit ne kemi Këshillin e Pleqve. Por kur vim vonë, unë jam marrë me kuvendet që i përkasin kryesisht periudhës turke. Do me thënë pushtimit turk, pushtimit osman. Ama ka një gjë, edhe arbrit vetë, edhe lugazhinët, të cilët kanë qenë zotë të Mirditës, kanë pas kuvendet e tyne. Mos harrojmë se ne kemi në Nërfan, në shkrimin epigrafik të Gzishit, për herë të parë të përdorur fjalën kombë. Dhe kjo ka dalë në sajt të Paris dhe në sajt drejtimit tyne. Është një popull që ka rezistencën e vetë, e ka la me shumë kosto, ka pas shumë kosto, e ka la me gjak në kuptimin e mirëfillt të fjalës, dhe kjo rezistencë nuk i është duru, nuk i është fal, kjo mbetësi e saj. Një ndër faktorët kryesor në këtë kanë qenë edhe kleri katolik, kanë qenë priftat e ditun të aty në territoreve, të cilët kanë marrë pjesë në përkuvende. Mos harrojmë, Mirdita ka pas dominikantë, po ka pas në rrymat kishtare më të larta që kanë qenë benediktinët. Benediktinët kanë bërë revolucionet të mëdha edhe në Europë, jo vetëm në Shqipëri. Për sa i përket territorit të Mirditës, benediktinët kanë themelu kuvenet e mëdha benediktine të Rubikut,
të Nërfanës, të Shpalit dhe të Roshit, të cilat, si pas shuflajt dhe studiusve të tjerë, përgatishin klerik për krejt Dalmacin, për Aguzën, madje dhe për Greqinë, Bosnjën e tjerë. Pra llogaritë sa ishte nikimi tyne. Natyrisht, një revolucion të madh dhe një prurje të madhe kulturore kanë prurë franceskantë. Dhe ata kanë qenë udhëheqësit shpirtëror në pjesën më të madhe të kuvendeve. Në vitin 1594 në Nërfan, pas formimit të lidhjes së madhe të Mjeditës, e cila krijohet në 1570, mlidhet kuvendi Nërfanës. Ajo është drejtuar nga në drejtuesit e kuvendeve kanë qenë edhe drejtuesit e lartë të kishës katolike. Veç saj, në këtë kuvend, dihet që kanë qenë 2 princa të nivelit të lartë, për të cilët ne nuk kemi një monografi sot, nuk kemi një studim me fill sot, dhe kanë qenë Gjin e Gjon Gjergji. 2 princa shqiptarë të cilët pas kuvendit të vitit 1602 në Rosh, të cilët sërish e kanë drejtuar ata, në vitin 1614 kanë vajt në Beograd dhe kanë drejtuar kuvendin e madh nër shtetëror, pra ku ishin anti-turk. Llogaritë e shpërmas kishin këta 2 persona. Dhe cila është përmasa. Edhe kuvendi 1602-shit, në krye të vet ka pas udhëheqës klerin katolik, i cili ka nikimet e tij. Pastaj për të ardhur në vitet 1800, ku pa diskutim, janë nikimi i Gaspër Kasniqit, nikimi i Obad Doshit, dhe gjitha këto kuvende bëhen shumë të rëndësishme dhe marrin vlera të jashtëzakonshme, sepse gjithmonë janë në një linjë, në linjën për fe, komb dhe kulturë. Janë gjithmonë në të mirë të kombit, janë në një dëshirë të madhe dhe me vendime për ta shpallur një shtet shqiptar, mirëfillt, me të gjitha mënyrat, janë piknisja e lëvizjeve kryesore ku përfshihen edhe Nikaj Mërturi, Malësie Madhe e tjerë, pra të gjithë zonat katolike, dhe këto ishin bërthama kryesore. Edhe po të marrim lidhjen shqiptarit Prizrenit, sërish kuvendet e mbledhura në Mjedit janë në këtë linjë, në këtë hulli dhe me nikimet forta, me vendimet e tyre për të shku drejt shpalljes së një shteti shqiptar. Natyrisht janë kuvende antiturke. Unë nuk mund të rri pa thënë dhe pa përmend këtu Baldoshin, i cili në librin e vet që i kushton kësaj periudhe, trajton hollësisht dhe na jep ne qendresën anti-osmane, që ka populli i Mjeditës. Shpesh dëgjojmë nga njerëz gjysmë ditun, ose njerëz pa ditun, që thonë jo, po Mjedita që kanë dash turqit e tjerë. Mjedita është rrafshuar nga themelit. Kishat tona, që kanë qenë qerë dhe kulture, dije e tjerë, janë rrafshuar deri në themel. Mos harrojmë se nëpër Mjedit kalonte rruga nga Shkodra në Nisht të Serbisë. Dhe vinte nga Viku, dilte në Shëngjersh, në Shpal, në Orosh dhe shkonte deri në Prizren. Ai rrugë shpesh është bllokuar. Për të ardhur deri në kuvendet e fundit, që i përkasin viteve 1900, po të kemi parasysh në 1911, është popullu gjithë Bregmati, dhe pse ishte vraka me kam i Lezhës, dhe është popullu, është futur gjithë në territorin e Mjeditës, dhe udhëheqësi kryesor i kësaj ka qenë Koltoma, dhe kuvendi i mbledhur Rubik. Pra që nga 1594 e deri në vitin 1900, deri kur formohu shteti shqiptar, kemi kuvenet të cilat kanë qenë në kushte të caktuara, në rrethana të caktuara, të cilat kanë udhëheqë këtë territor. Ky territor nuk ka qenë këtu i shkputur. Edhe kuvendi që është krye kuvendi shqiptar, që është kuvendi i Lezhës, pra kuvendet e Mjedisë vinë këtë hulli. Okej, me që se më erdhe këtu dhe pastaj do të flasim për një qasje pak më ndryshe ta lidhim dhe me kuvendin që them sot, koha sot me çfarë lidh me kuvendet moshme dhe ceke pak kuvendin e Lezhës. Frano Kulli, nuk e di, kur ti bëre entin botues atë Gjershfishta, edhe a kishe parasysh që ky është vendi i kuvendit famshëm të dikurshëm të 2 marsit njërë kuvendet ku është beslidhja madhe e shqiptarëve, edhe pastaj ky është kuvendi i shkruarit që e ban Frano, ja? Kuvendi i shkruarit, domethënë sepse sjell veprën e fishës dhe jo vetëm, do na iseroj pak Frano, po që në vitin 1993, stoik Frano, ikon botimesh, absolutisht në një vend ku mbase nuk është edhe kaq kredibël në kuptimin e tregut. Edhe
gjithë të vite, Frano, që e marrë me botime, me radhë, çfarë kanë qenë për ty dhe çfarë ke sjell dhe a ka qenë nxitje Lezhë për të qëndruar fort tu, sepse ishte vend produktiv, ishte habitati i duhur për botimet. E para, lejo që t'ju uroj shumë përzemërsisht nismen e këtij emisionit në nën titullin ose nën titullimin në kuvend, një gjetje mjaft e këndshme, dhe që ndoshta kësaj trevi shkon në mënyrë më të posaçme. Unë nuk po futem as nuk mund të futem në enumeracionin historik tyne, sepse përballë kam njërin prej studiusëve ekselent të kësaj fushë, por sigurisht që di edhe mundem me thënë se kuvendet në historinë e tyne kanë qenë elementi regulator i jetës sociale, ekonomike, politike, sidomos rurale të Shqipërisë tonë, para shtetërore, themi, para shpalljes pavarësisht kur ndërtohet shteti i parë shqiptar. Sigurisht kuvendet kanë ato përshkallëzimet e tyne në kuptimin që mirëfilli në elementin e vetë qelizor, po themun në mënyrë metaforike, një kuvend ka pas edhe kuptimin e të mbledhunit të burrave të një fshatit në një kuvend për me nërmarrë një usull, një vendim për çështje krejtësisht rurale, krejtësisht vogle të katunit, e deri tek kuvendet e mëdha me dimension marrëkombëtar, të cilat kanë pas në atë tryezën, tavolinën e tyne diskutimin dhe vendimarrjen për zgjedhjen e çështjes kombëtare nën invazionet, të cilat siç dihet në histori tek ne kanë qenë të pandashme për shekuj me radhë. Profesor Gjoni ndaloi të disa prej kuvendeve të Mirditës, ku protagonist gjithmonë e shpeshherë janë kryesisht prelat kishtar të Kisë Katolike. Këtu nuk është fjala për me absolutisht asnjë ndasi, por këto vetë koha, epoka, i fton në prisinë e këtyne kuvendeve se në mbështetjen inteligjente e intelektuale të këtyne kuvendeve. Për shembull, ne gjithë e dimë faktin që abati Mirditës, Abat Doçi, në ndërkohë është edhe themeluesi i shoqërisë Bashkimi. Është një prej organizmave që të zënë fill në shkerel të malësisme, një prelat tjetër, domnosnike në atje, dhe mas 18 vjeç nën kryesimin dhe nën kryesinë, nën mbështetjen pa kushte të abatit Mirditës, ndërtohet shoqënia Bashkimi atje, e cila i shërben çështjes sonë kombëtare në shumë plane, në shumë dimensione, deri tek ajo me fjalorin e gjuhës shqipe, me çështjen e gjuhës kombëtare e të gjitha problematika tjera. Unë nuk po zgatem në këtë histori, por e përmendni si një prej shemujve se, pra, abati Mirditës, prej Shkodrës, atje domnosnikaj, jemi në vitin 1899, nëse nuk gaboj, kur këto njerëz mlidheshin atje, në shkrel për themelimin e shoqënisë, sepse jemi në kohën kur ende Perandoria Osmane nuk është shprish, nuk është shkoklu akoma, dhe nuk mund bashin takime të tilla aq më tepër me te patriotik brenda qytetit Shkodrës. Këto gjajnë atje, gjajnë edhe atë koperturën, mulesën që mlidhet, si më thënë, si një takim katolik, në kuptimin kështu, dhe atje shtrohet çështja kombëtare e themelimit, nevoja për themelimin e shoqënisë Bashkimi. E zgjata këtë për me theksu më të madhe këtë që studiuesi miku im Gjoni i theksoi me radhë që nuk janë rastësore këto kuvende. Enumeracioni i tyre vetëm një krahinë si Mirditës, që padyshim është krahina sipërfaqësisht më e shtrirë, ku feja katolike është dominante si besim, por gjithsesi pra këto kuvende thash janë në këtë dimension, në këtë format. Para shtetërore që kanë qenë regulatorët e jetës. Pastaj me arte, ajo pika më lartë të tyne, në kuptimin e historisë sonë kombëtare, me Lezhën lidhen në një mënyrë pak më speciale, sepse dihet që Lezhë është vendi i kuvendit më të famshëm të historisë sonë kombëtare,
është kuveni Gjergj Kastrioti që mbledh princat shqiptar, princat e shpërndam në principatat shqiptare etj. Dhe këtu merret ai vendimi i famshëm që pra domethënë simbolika e kuvendeve ndoshta në një farë mënyrë simbolika historike mbetet Lezhë. Në këtë kuptim, edhe ju që keni zgjedh pikërisht kuvendi për kuvendeve. Kuvendeve, bravo. Dhe ju që keni zgjedh pikërisht emërtesën e tillë, mendoj se keni gjetë mirë në vendin e duhur. Okej, atëherë do shkojmë pak te memoriali sepse kemi një intervistë realizuar me historianin, që unë e quaj historian ekselent, një kujder i shkëlqyer i historisë së Lezhës dhe i bën nder Lezhës dhe historisë shqiptare, jo vetëm Lezhës, është Paulin Zefi. Ta ndjekim Paulinin nga memoriali Skënderbeut në Lezhë. Jemi këtu tek memoriali i herojit kombëtar Skënderbeu, edhe unë nuk mund ta mendoj që të nis emisionin në Kuvend për herë të parë këtu në Lezhë që mos kem Paulin Zefi. Edhe pse nuk e kam në studio Paulinin, po jemi këtu në terren se na pëlqen terreni. Si më shumë na pëlqen terreni. Në Kuvend, Paulin, ç'a t'jep ky si fjalë, si kështu, si faleminderit ty për ftesën, se po hap siparin me mua. Falenderoj shumë edhe të përgëzoj edhe në njëjtën kohë të uroj edhe suksese në projektin tonë të ri. Unë këtu jam më bën si, unë s'po them shtëpi e parë, po shtëpi e dytë është e sigurt. Memoriali vendvarrimi Gjergj Kastrioti. Po. Milen po ti llogaris orët e punës, më shumë mund të kem këtu në Kuvend. Se sa mund të kem familjen në apartamentin. Do ti rrezik keni më shumë se Skënderbeu. Ma merr mend se po. Ma merr mend se po se Skënderbeu ka kaluar muajt e fundit dietës ose po na 8 vite e gjysëm. Domethënë vitin 9 i punës së shërbej këtu domethënë. U kam përmend në studio dhe them kështu në Kuvend dhe ka një zëri i Lezhës, domethënë është gjetje përmes inteligjencë artificiale, domethënë ka paraqitet, domethënë ChatGPT, Po, okej. Por kjo ka një gjë domethënë, sepse dhe vetë si mision i parë që është ky, ideja është që të rrahim te Kuveni, përderisa kemi vënë këtë emër bashkë me Akrolisin. Akrolisin e ke parasysh ti? Në fuj dy llafe se ja pyeta pak dhe Kuranit. Akrolisi, çfarë? Akrolisia, si thotë qyteti i parë i Lisit ose Lezhë e Hershme. Është bërthama protourbane e qytetit, në njëjtën kohë. Aty ka një qytetërim i Lezhë, por po ashtu është qendrat e para të fortifikuara ndër më të vjetrat jo në Shqipëri, po edhe në rajonin e Mesdhut. Si qendër e fortifikuar, nuk është e periudhës antike, por është më përtej shkon në periudhën protourbane ose protohistorike ose prehistorike. Në vëmendimit më të bukura dhe më të mëdha në vendin tonë të kësaj periudhe, sepse është 1.4 hektar sipërfaqe. Shumë pak njerëz e dinë se ka gati sipërfaqe të 2 hektarë është shtilla e Lezhës, 1.8 brendshme, 1.4 hektar është Akrolisi. Duket i vogël për 1.4 hektar rrethojnë muret antike. Po, konvencionet e komunikimit mes Akrolisit edhe Lisit. Konvencionet e hershme, mbrojtje etj, po cilat kanë qenë konvencionet? Sepse ne kemi konvencion tjetër sot. Janë konvencioni i komunikimit digjital, domethënë. Pra edhe themi nga e hershme. Në epokën e teknologjisë tani, në periudhën që flasim, dhuanët faktikisht vinë nga fundi shekullit 3 para Krishtit, vitin 213 nga Polibi, fushata e mbretërit Maqedonisë Filipi V, kur pushton qytetin e Lisit. Edhe vetë e përmendet kur i dhani ndjesi shumë të veçantë edhe ndjesi frike dhe pasigurie Filipit V kur holli sytë pa lart Akrolisin, edhe e përllogoriti se kjo është një vend fortifikimi pa pushtueshëm me forcë dhe pa arritshëm. Në fakt arriti ta pushtojë për një taktik shumë të veçantë, me strategji të veçantë, dhe pasi ra Akrolisi ishte kaq të thjesht pushtimi i veçit të Lisit një ditë më vonë, ditën e nesërme. Pra ishte, si po themi, gur shahu, gur kyç ose fortifikim kyç, i cili nuk ishte thjesht mbrojtës në shërbim mbrojtjen e fortifikimeve të Lezhës, por ishte po merrë Akrolisin, merrë në kontroll e Lisin. Çka dhe ndodhi faktikisht. Filipi V. Tani, kur tema që diskutojmë sot është kuvenet, domethënë kuvenet e hershme dhe kuvenet e sotme, domethënë pak a shumë, po kuveni një nga ti vazhdimisht i kem shu këtu për ta kaluar në festë kombëtare. Kuveni Bestitit. Besoj se vitin tjetër, jo besoj jam shumë i sigurt ta festojmë. Do ta kalojmë si festë zyrtare, po. Sepse mendon ti që është thjesht ai lloj patriotizmi edhe prej studiusit, normal që te i kalon limitet e patriotizmit e të shkencës pak a shumë, apo është një vërtetë e madhe që ne pikërisht kur themi për kuvendet, ne do të shkojmë pikërisht te kuvendi më i madh i kombit. Ky ka qenë? Më e rëndësishme, shikoj. I lëm me njën emocionet, lëm me njën patriotizmin tim tëndin në dikujt tjetër. Faktikisht është një ngjarje shumë e rëndësishme, jo vetëm të rëndësishme, por është ngjarje më e rëndësishme në historinë e popullit shqiptar, shumë e çuditshme pse nuk ka shpall festë zyrtare deri më sot. Faktikisht e pafalshme. Por gjithsesi më mirë vonë se kur, prandaj them, besoj, sigurt se tash perifrazoj vitin tjetër do kremtojë si festë kombëtare. Pse arsye? Shumë shtete të botës sot festojnë
në festën e bashkimit, festën e unionit, si thonë ndryshe. Vendi jonë ka ditën e pavarësisë, ditën e shtrimit, shumë bukur, po kemi të bëjmë një ngjarje tjetër më të rëndësishme që ka ndodhur më herët në kohë, edhe lidhet pikërisht me kuvendin e Bestidës Lezhës. Është bashkimi i parë politik, ushtarak, ekonomik i vendit tonë, i popullit shqiptar, po themi, arbër me sjellë dhe për fat keq edhe i fundit. Çka do thotë se është ngjarje më e rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Çka e bën këtë ngjarje se marr ketë jehun të jashtëzakonshme edhe ndërkombëtare, vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Për të arsyën e vetme se impakti që i dhuroi Bestidja e Lezhës, impakti që dhuroi më vonë, pra produkti që thotë pas Bestidje, post Bestidje, ishte një impakt ndërkombëtar. Janë 24 vite nga 1424 deri 1468 kemi 24 vite luftë dhe qendrës kundër Prindërisë Osmane, e cila ishte i produkt i bashkimit fillim, sepse gjashtë Skënderbeu nuk mund t'ia dilte i vetëm në fillim. Faktikisht momentet kyçe jetës tij dhe veprës tij në fakt ngeli vetëm, por ishte pikërisht baza që kishte hedhur në Lezhë, populariteti që kishte fituar edhe në popullin e zonave të tjera, që ishin pjesë integrale e principateve të tjera, që më vonë nuk ishin qëndruar mesnik, por popullat dhe qëndroi besnike, qose nuk ishin qëndruar fisnikët, s'ka bërit mundën që rezistentat e tij të jetë kaq e gjatë dhe kaq e suksesshme derisa ndroi jetë. Madje edhe 10 vite pas vdekjes. Okej. Edhe pyetja fundit ka të bëjë me këtë. Pra, a mund të merret si një gur kilometrik? Pra, një referencë kilometrike ku ne shkojmë atje edhe në kohët e sotme. Dhe kam një pyetje kështu konkrete. Do më thënë, ai që aspiron për të bërë kuvendar i sotëm, i parlamentit sotëm me radhë. Pra, jo vetëm nga treva tona, po se e kanë këtu, po edhe nga treva tjera. A është që, okej, ati të shkojmë herë të ai kuvendi i madh i kombit që u bë atje. Dhe a do t'i jepte muzë, a do t'i jepte taban, a do t'i jepte subkonsciencë e tjere, do më çdo kuvendari që me thanë, po, a jam ai formati unë që i duhet rajonit, që i duhet vendit e tjerë me radhë. Me që thoti, po t'i lexojnë ato mirë vendimet e kuvendit Lezhës, edhe efekti që dhanë kohë më vonë, do t'i detyronte pjesën më të madhe tyre nëse thellohen aq shumë, se thuhet ti, deputet që mund mandatohen në parlamentin shqiptar, tjerë që vinë pas këtyre zgjedhjeve që po presim, e mirë se sapo të marrin mandatin vinë të paraqiten fillimisht këtu. Nuk ka hapësirë për 140 deputet, por këto 10 vete i zënë mund vinë me radhë. Betimi më i bukur do të ishte pikërisht këtu. Para se të bëni seancën e parë parlamentare, betimi më mirë do ishte të bëhej këtu. Se faktikisht vetë simbolika që mbart ky objekt do të jepte një peshë shumë të madhe edhe vetë parlamentit që mund bëjnë betimi këtu. Anëtarëve të atij parlamentit të ri që dal nga zgjedhjet e 11 majit, po themi në vendin tonë. Shumë faleminderit, isha me Paulinin, historianin ikonik që e kemi këtu në Lezhë, pa ikonik për gjithë shqiptarinë. Ikonik edhe ju, gjithashtu. Absolutisht po, e tjerë në radhë. Dhe faleminderit për gjithçka sot dhe për datimet e tjera dhe gjithçka për Bestidjen e madhe. Rikthehemi tani në studio. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio pas bisedës me Paulinin që është marrë me kuvendin e Lezhës. Shiko, Gjon, po të marrim këto kuvendet edhe po them kuvendet ato që quhen kuvendet parlamentare me parlamentin e parë. Dhe mbi të gjitha, meqense sot ne kemi një fushat pak të eshme, mase si rrallë herë parlamentare për parlamentin e ri. Dhe na bie të takohemi njerëz, dëgjojmë televizionin se sot ka mënyrat e komunikimit janë shumë të sofistikuara, që kanë hes shumë para me teknologjinë me radhë, por unë du me mësillë një qasje nga parlamenti i parë, nga përfaqësuesit e parë, të asaj kohë, nga kuvendet e parë, nga mënyra si diskutojmë kuvende, nga mënyra se si silleshin problematikat e zonave, edhe pse një kohë shumë të vështirë ku ishte prezencëzia Bugës, e tjerë, pa përmend domosdoshmë komunikimet me radhë. Cila është Shqipëria atyre dhe çfarë ndryshon me sot, është një pyetje që e kam edhe për Franën. Kuvendet shqiptare janë modeli i përkryer i zgjidhjes së problemeve që ka pas populli. Frano pak minuta më parë tha që edhe një fshat lidhesh në kuvendin e vet dhe punë tek atunit i zgjidhte. Kur them unë treva mikpritëse, ne kemi gjuhë dhe e dim se familja, kur vinte miku, nuk korriteshe familja, nuk korriteshe personi, po korriteshe fisi, korriteshe katuni, e tjerë. Dhe ne kemi raste të përmendur nga të hujt, ku është heq kushi me ushimin që ka pas, dhe ka shku te në gjitë, për t'ja dhanë mikun dhe për të nxjerrë të lam, të mikpritun, mikun që kishte ardhur te shoqi, te dashamiri e tjerë. Ama kuvendet tona të hershme, në traditën tonë, këto janë përshkruar edhe nga studiuesit e huaj, nuk mund përdorësh një fjalori ashtu tyre. Ti mund ta shprehësh mendimin tënd, edhe pse mund të ishte i padrejtë.
Ama aty ti jepeshe fjala derisa flit, që nuk mund presupozohet dot në një kuvent të merret me regjistra, me fjalë të larta, me thyrje, me gjëna që shohim sot në jetën tonë të përditshme. Edhe kuvenet tona kur janë themelu, kuveni i madh i Shqipërisë, pas themelimit të shtetit shqiptar, ka pas ajkën e intelektualëve shqiptar. Pra, kemi flasim për parlamentin e parë. Për parlamentin e parë. Edhe po i marrim kjo zonë, kë ka pas. Llogaritë, kemi Padër Gjergjfishtën në parlament, kemi Padër Ambroz Malaskën në parlament, kemi Nolin në parlament, kemi personalitetit më të larta të kulturës kombëtare shqiptare. Nërmjetën, e tjerë, pa i përmend gjithë me emra. Dhe ç'a ishin? Diskutimet e tyre në parlament janë Luiz Grakuqin. Diskutimet e tyre janë të nivelit të lartë në të gjitha planet. Frano tha parë, apo doshi themeloj shoqërinë Bashkimi me ajkën më të lartë të intelektualëve shqiptar. 21 vepra të shoqërisë Bashkimi janë kryeveprat e botume. Sot akoma me kompjuter me gjitha nuk arrijnë. Pse? Ata ishin gjithë shkollum jashtë, ishin gjithë menjët në ritmuna e tjetër. Vim ma vonë, edhe kuveni i vitit 1992-93, kishte profesorë të universitetit. Sot nuk besoj, unë nuk kam asilloj dëshirë dhe asilloj kënaqësi me diskutu për politikë. Ama në parlament ne kemi dëgjuar deputet që nuk kanë ditë të lexojnë. Shkrimit që i kanë përgatitur vetë, apo shkrimit që i kanë përgatitur tjerë. Këtu unë mri dhe them, vërtet këta nuk kanë ditë me lexuar ato që kanë përgatitur, apo ato nuk kanë ditë me lexuar ato që u ka përgatitur dikush tjetër. Se nuk bëhet fjala për menim, për ide apo për zhvillim të trevave të zonave tjera. Edhe ne vetë kemi pas deputet që kanë 4 vjet në parlament e nuk kanë folë. Atëherë, treva e Mirditës a ka merituar me pas këto. Po marr trevën e Mirditës. Treva e Vlorës a meriton me pas ata kur Ali Aslani në para 100 vjet ka bën ato gjana të mrekullueshme. Tashti nuk do merrte malli, nuk kanë me qenë në parlament ku një gjën duke tu marr nga i pari i funit, familja, këto. Kara fuqishëm niveli. Çfarë ndodh? Edhe në jetën e përditshme shohim njerëz të cilët nuk e kanë, thotë jam intelektual, po çfarë intelektual? Një libër se ke në shtëpi, një pikturë se ke në shtëpi, një gjë. S'ke lexuar një libër për kaq vite, krenohet se s'kam lexuar një libër. Dhe këtu është një dallim shumë i madh. Fjala intelektual nuk ka asnjë lidhje me fjalën parlament. Me pak, nuk du me ironizu gjithë deputet, pa diskutim ka me një të rritën, pa diskutim ka adhetare, patriota e qona, për ama kur një gjënë aty duke tret kova, shaj, është zëvendësuar me gjëra të tjera. Frano, kim parasysh, shiko, pse dëgjohej fishta? Mirë që lexohej e tjerë, por dëgjohej fjala e tij, ose fjala e tij edhe në kongres, edhe gjithkund tjetër. Son ma domen se ti fishtën e ke pikë do, djetë, për filmlarin që ka e tjere. Pra ne ke sill gjithat kolon libra, që ke sill ti unike, që janë është pasuri kombëtare. Por pse dëgjoi ky njëri dhe me veprën e tij, ai ishte një parlamentar popullor që në çdo rresht që lexoi shihej ishte anatomia, domethënë, e kohës, e njerëzve, e tipologjive njerëzore, e krahinave të Shqipërisë e tjerë me radhë. Ma shkoqit pak Frano se ti je mjeshtër për veprat e fishtës. Faleminderit për komplimentet, po. Nëse marrim fishtën në kontekstin e kuventarit ose parlamentarit ose asembleistit, siç quhesh asambleja e parë në që nishin, sigurisht që këtu, domethënë nëse e marrim dhe vendosim sepse kështu duhet në fakt në rendin e parë të kuventarëve të saj kohë, ka edhe një element tjetër që një dhunti tjetër që zoti atje kishte falë, ishte edhe oratoria. Por prapë kjo është pjesa më vogël e gjans. Ju në bashkëbisedë me Gjonin përmend pak më parë se u shkoqit një listë minore, vogla listë e parlamentarëve të saj kohë. Grakuqi, Fishta, Noli, e tjerë se kam frikë se harroj ndonjë dhe këto janë ato që nuk meritojnë absolutisht me u harruar në asnjë rrethan. Ato ishin një elit njerëzish fare zgjedhur e njerëzve të Shqipërisë në kuptimin intelektual, po në kuptimin më të plot fjalës intelektual. Ishin të brumosur, të formuar me dije të pakufishme, një më shumë se sa tjetri, të shkolluar në rendin e shkollave më të mira të kohës, por në ndërkohë ishin edhe shqiptarët më të mirë dhe të papërsëritshëm në
kontekstin e dashurisë që ato kishin për vendin e tyre. Është shumë rëndësishme kjo. Ato vinë edhe po marrim sepse gjithmonë unë kështu e kam konceptuar që ajo asambleja parë i Senjishit ose kuvendi i parë legal i shtetit shqiptar që është ky, vjen me këto personazhe që vishin prej këtyre kuvendeve që në pak i çekin pak më parë. Këto që ndërtojnë ato kuvendet e shoqënitë e tilla, kulturore, patriotike etj, me atë shërbes që është zakonshme për komin e vet. Këto pastaj vinë ndërtojnë parlamentin e parë, ndërtojnë politikat e Shqipërisë se si mund të bëhet etj dhe sigurisht këto shërbejnë jo vetëm me fjalimet e tyre në kuvend që është koncepti më i vogël. Këto shërbejnë me gjithë atë background me cilin hynë këtë kuvend. Dhe unë pastaj besoj se janë në rezonancë me çka u fol më përpara. Krahasimi me kuvendin e sotshëm të Shqipërisë është një dallesë jashtëzakonisht e madhe në kuptimin sepse Zot më falë nëse më katoj, po është e pakrahasueshme në të gjitha kuptimet. E para, parlamentarët e sotshëm, kuventarët e sotshëm që ne i zgjedhim, absolutisht janë statura shumë më minore. Jo pse janë 140 dhe ne as nuk mund të shpesoheshim që 140 do të ishin elite sepse në fundit është niveli i demokracisë që i çon kështu atje. Por që një digresion, një teposh dhe kaq të madhe që sjell krahasimi i 100 vjetëve gati më parë, 100 sa vjetë, 140 vjetë më parë, me parlamentin e parë Shqipërisë, është vërtet një dishezë, një teposh dhe një tatvyet e madhe në kuptimin edhe intelektual, po edhe të dashurisë për këtë vend. Se në fundit, në format ndryshme, dashuria për vendin, adletarizmi, patriotizmi, bën tek përfaqësuesit e popullit që ato t'jenë më të përgjegjshëm për gjithçka, sepse kanë barë të rëndë, jo të lehtë në supet e tyre. Pra, në këtë kuptim, çfarë them unë, nuk më duket se krahasimi çalon. Por le të kthehemi tek këto. Sigurisht unë thash që secili prej tyre, dhe këtu po ndalohem te fishta, vinë me një background të jashtëzakonshëm dhe me zgjedhje plebiscitare për atje. Po marr fishtën në kohën që ajo shkon në parlament, pra pothuajse e ka përmyll ndoshta korpusin e veprës tij letrare, publicistike, në të gjitha zhanret e saj. Lahuc Malsis, pastaj të cilin në formën përfundimtare boton 37-ën, ai ja ka kresat i kanë me pa ba deri në atë kohë. Pra domethënë, ai vjen me një background të tillë, me një plotësi të tillë kështu me parametra të jashtëzakonshëm, intelektual, shërbeset, ka ndërkohë disa shërbesa të tjera, gjithmonë në plan patriotik. Domethënë, filmas parlamentit parë më po në vitin 31, 32, nuk i takon shumë vite, është dërguar te shteti shqiptar në tri konferenca ndërbalkanike, në Turqi, në Stamboll, në Greqi dhe në Bullgari. Dërgohet prej shtetit shqiptar jo thjesht për të respektuar as për honorific, por sepse ishte personi i cili ishte i denjësishëm për të përfaqësuar shtetin shqiptar të asaj kohe atje. Sikundër se më përpara në histori në gjithë atë zallamahin e përfaqësimit që njihet historikisht dhe këtu nuk hyj te fusha profesorit, në gjithë zallamahin e delegacioneve të pafund që përgatiten në shkullën konferencën e paqes, mas fundit caktohet Imzot Bumqi dhe këtu dalim prap aty ku e nisëm në një farë mënyrë që për hir të vërtetës janë elita e kombit që vjen nga radha e prelatëve të fesë katolike, kjo do pra nuk është ka lidhje afeksioniste personale, por është vërtetë kështu. Dhe ai zgjedh, po e ka kusht taksativ që nëse zgjedhet kryetar i delegacionit përfaqësues në konferencën e Parisit, kërkon fishtën në delegacion, sekretarin e delegacionit dhe ai fjalim që marrin atje është i pohum prej vetë, shkresërisht me shkrim prej vetë Monsinjor Bumqit, që fjalimin unë e kam lexuar, për fjalimin e ka përgatitur fishta. Atë farë fjalimit, të cilin ne tash pak a shumë e njohim, që mund të jetë në shërbesat e rralla të çështjes kombëtare. Ka një moment tjetër pastaj këtu që prej atij delegacionit
me që jemi edhe në një ditë homazhe solemne në kuptimin e ndërimit tjetër Papa Franceskut, një dërgat e këtij delegacioni që ndodhej në Paris shkon në audiencë tek Papa Pavli VI, kujtoj nëse nuk gabohem, dhe në delegacion nuk ishte thjesht një delegacion, një pjesë e delegacionit shqiptar, po 70.000 frashni, për shembull, nuk është thjesht delegacioni i klerikëve shqiptar që shkojnë në një audiencë te Papa i Kosovës, por shkojnë atje një delegacion dhe fillesa e dialogut është kjo që ati shenjt janë të shkruar prej dokumenteve të kohës, ati shenjt i kërkojnë, i thonë, drejtohet Monsinjor Pum që ne kemi ardhur të kërkojmë ndihmën tuaj sepse ne kërcënohemi edhe prej coptimit të vendit tonë. Ishte momenti në 1919-20, kur Korça Gjinokastra ishin lakmit permanente të grekëve dhe pothuajse po përgatitej pushtimi, edhe Vlorna po kështu njug, këtej në veri Serbia, gjithmonë në lakmite, edhe domethënë kërcënoheshin të paktën 3 qytete, 3 krahina, të shputeshin Shqipërisë coptuar të dalën mas 1913. Ka një dialog të interesant atje kur Papa sot po ju i dini thot marrëdhëniet tona në plan diplomatik thotë që ne thot me Italinë në këto momente thot nuk i kena gjana të mira sepse Italia pretendonte për vete pjesën e dorës deri në veri. Thot po aty shen thot vërtet thot ju nuk keni thot ndoshta atë raport kështu të mirë me Italinë thot po bota thot ka edhe Ingilterë dhe Amerikë. Edhe sigurisht që Papa merr përsipër dhe është ndërhyrja e këtij delegacionit se zgjata, dhe kërkoj njerëz, është ndërhyrja e këtij delegacionit kuventarësh, që të mos ikim prej temës ku jemi, që nikon jashtëzakonisht shumë që këto, do të thotë ricoptimi i Shqipërisë mos ndodhte edhe pra të këtij nivelit ishin ato kuventarë e aso kohe të asaj here. Le ta ndërpresim këtu se nuk di çka më thënë pastaj me komentar që kemi sot. Jo, por sot ka dëgjuar po vetëm një fjali. Jam 100% përkrahje edhe në njëjtin menim me Franon. Unë do vi ke kongresi i Manastirit. Llogaritë sa patriot kanë qenë ata burra dhe llogaritë sa shqiptar të kullum kanë qenë, sa minje të drejtuna kanë qenë, ku mas një debati që kanë pas me njëri tjetrin, ata kanë toleru palët dhe kanë miratu alfabetin latin. Unë po marrë dhe kam menu në një herë me vetë time dhe kam thënë, po të mos kishte ndodhur ajo ngjarje e madhe historike, vërtet a do kishte ndodhur shpallja e pavarësisë ose po të kishte ndodhur një njëjta gjë, po të kishte ndodhur tjetër gjë, a do kishte ndodhur shpallja e pavarësisë? Për ato ngjarje duket sikur janë të lidha. Ata kanë qenë burra aq të kthjellët, dhe aq të ditun, dhe aq adhëtar, sa është vështirë të qesh. Kështu që bashkon me Franon kur thotë, ai ka më madhe patriotëve, ai ka më madhe intelektualëve, gjithë shkollum jashtë. Mjeda i shkollum në Austri, ai i shkollum në Itali, pra ishin në universitet më të larta. Po janë edhe kapacitete menore shumë të larta. Të ky moment të ndërsh edhe një sekondë. Po vetë ta futem këtë. Okej, se më pëlqen kjo, po pa marrë. Te kongresi i Manastirit që është një pikë vërtet nevralgjike, se ne nuk di çfarë gjuha shqipe të shkruar do të kishin pa produktin aty i kongresit pa alfabetin. Historia në dokumentet thonë që janë 32 në mos gaboj alfabete që paraqiten atje, edhe mas disa shumë diskutimesh e tjerë, është nuk zënda asnjëri, Mithat Frashni që ishte kryetari i kongresit, vjen me alfabetin e Stamollit, Mjeda ka një alfabet shoqënisë Agimi dhe më lejo të hapi klapat, në fakt në atë kuvend nuk kishte edhe një gjuhëtar tjetër ma ekselent se sa Ndre Mjeda, dhe shoqënia bashkimi kishte po kështu alfabetin e vet latin. Të gjitha këto ishin latin përgjithsisht, për ashtu të Mithat Frashni që ishte i Stamollit. Dhe deshta me theksu këtë që pra aty gjendet me gjithate kompromisi që fillon me tërheqjen e mjedis prej alfabetit shoqënisë bashkimi që ishte e thonë gjuhëtar studiues dhe që ishte gjuhëtar më i mirë. Më i pranueshmi. Megjithatë ai për hir të kombit të dhëut të tjerë. Eksakt, që ne të mos ikim pa alfabet prej këtu, bën tërheqjen e parë, pastaj gjendet fishta me tana të dhunti që ishte fal Zotin, personazhi gati në dimensionin e gjeniut, që zgjidhet prej të tjerëve, si më thënë, hajde t'i bëjmë ndërmarrje kësaj pune.
edhe paka shumë i fjallimi i famshëm i tij fillojnë kështu që o shqiptar, si më thonë, ne o burra, a do ta lam Shqipnin pa gjuhë të shkruar me pa alfabet? Edhe këtu zën film andaj. Sa i bin gjitha palët Pra, si me magji. kaq shumë mirë kuptim. Andaj mi ta frashim me gjithë atë autoritet i Biri Abdyrit, atje, me gjithë prestigj patriotik adhetar, gjen rastin për Mutreç, Mjeda Ktej, par excellence si gjuhëtar gjen, dhe megjithatë gjendet elementi i përbashkimit. Unë du me ndërprej edhe këtë linjë këtu, sepse po të vjojmë më këtej, se ku e kemi atë konsensusin dobi Shqipërisë sot, a kemi afër aty në niveleve? Është shumë e bukur, apo shikoj gjithë ky diskutim që u bën tani, do besoj që e keni ndjek me unë ndoshta me shumë kënaqësi, domethënë këtë, po është mirë që realisht të bëhet nga një leksion Frano dhe Gjon, të bëhet nga një leksion edhe me ata që aspirojnë parlamentin. Një e dyta për të shiko, unë kam parë dhe kam lexuar disa diskutime që kanë bërë në parlamentin në 100 e sa vite para, mënyra e shkruarit, publicistika, thukët, argumenti 104 vjet më parë. Po, argumenti i jashtëzakonshëm, e tjerë nuk ka asgjë bezdisë, nuk ka asgjë me forcë, nuk ka vetëm logjikë me radhë. Nërsa sot, për shembull, është mirë që ata që dalin në për zona, që nesër mas nesër janë përfaqësuese e zonave kështu, të mos jenë thjesht ushtarët e njëshit në kryet një partie të caktuar. Por t'jenë vetdia e atyre që e kanë përfaqësuar të treve për i kosh, dhe vetdia e njerëzit sotëm që unë nuk besoj që njerëzit kanë rarë nga niveli se lexohet më shumë, ka mundësi me lexuar shumë më tepër e tjerë me radhë. Pra kjo është edhe një ftesë që këto kuvende kështu t'i ndjekin, këto kuvende që kemi me Franon dhe Gjorin, ku do kemi shpesh herë intelektuale, unë jam dhe kam pranuar që t'jem në këtë emision me thënë drejtën, që gjithmonë t'i jap hapësirë formatit intelektual të zonës. Është shumë e rëndësishëm. Mase partitë politike nuk e bëjnë për interesat caktuara të jemi se u duhen e u nuk, thjesht me ngrit dorën, pakën në një studio thjesht televizive, ne të themi një zë intelektual që kush do ta dëgjojë, le ta dëgjojë, sepse vetëm mirë u bën. Edhe është një obligim edhe i emisionit për ta bërë këtë gjë Frano. Do të më lejosh edhe një moment vetëm, sepse nuk e di se si është koha, por unë edhe këtë po e them. Kujtoj për momentin më vjen në kujtesë figura dhe pozita e njënit prej deputetëve të treve sontu Ambroz Marlaskajt. Ne kemi botuar, është botuar tek enti jonë botues, jo më shumë se sa disa muaj më përpara një monografi për rreth tij. Unë jam befasu kur kam pas rastin me pa pjesën dokumentare që sillet në këtë monografi, edhe ajo që nuk është e botuar, dhe po ndalon vetëm te një moment. Vetëm ndërkëmbimi me bashkëfshatarët e tij ose me njerëzit prej cilëve i vinte i zgjedhur, të trevën e Mirdicë deri i kufi me Shkodrën këtu, janë të hatashme, befasohesh për kujdesja e parlamentarit zgjedhur prej tyne, për detaje nga më të voglat, nga më të rëndomtat e jetës një familjes ose të një katunit vogël atje, për kujdesja me çu deri në fund e Marlaskajt. Për rast të tilla kemi tek fishta me shumë. Në pjesën e vetë publicistike, jo vetëm në atë të botumen, në kuptimin e shkrimësisë të tij në këtë zhanër, këtë fushë, por edhe botimet tjera për rreth tij tregojnë raste nga më të ndryshme që për një katunor zadrime, si i thot ai, ose për një qytetar Shkodër që i shkon për një X gjë më të voglen, ai ban aq shumë hapa derisa ta zgjidhte te qeveria, te mreti, te ky e te ai. Pse i përmenda këto? Sepse nuk ka nevojë me thënë më ma që këto ishin elita, sepse këto kishin konfirmuar me atë erudicionin e hatashëm pa përsëritshëm tyne, por edhe për kushtimi, kjo është shumë e rëndësishme, adhetaria kjo është. Ato kishin këtë dimension. Ne i përmendim si korifejt mendimit shqiptar, por përtej kësaj, ata kanë shërbyer në mënyrë të mrekullueshme këtu në rrethanat më të egët, pushtimeve tjera kanë shërbyer çështjen kombëtare shqiptare me një devocion të jashtëzakonshëm. Dhe ndoshta kjo është ajo që këto personazhe i bën të pavdekshëm në historinë tonë.
Okej, tani se ti bëj Gjon një propozim tani. Gjon, do ishte mirë që të bëj një doracak nga parlamentet, një doracak me Franon, një doracak nga parlamenti që t'u jepi kushdo që aspiron për të bërë parlamentari i këtij vendi, një doracak se si kanë funksionuar më ato, dhe kush kanë qenë, çfarë kanë mbaruar, si kanë mbaruar, mënyra sjelljes tyre, mënyra sjelljes me ligjin, me shtetformimin, me kushtetutën, me ligjin, me nenët e kushtetutës e tjerë me radhë, edhe deri ditën e sotme. Do të ishte mirë me pas një doracak Frano sapo tha një gjë memorial, domethënë. Frano sapo tha një gjë të bukur, që në fakt është thelbësore. Po ishin patriot mëdhej, po ishin menjë shumë të rrituna, po ishin edhe shumë burra, me shkuptim burra. Ata fjalën e kishin shajt. Ata e kishin po e nxirrshin fjalën këtu të damashin. Shqetësohet ai, prifti, edhe për një njeri aty që ka buk, s'ka buk, po edhe për një shkollë. Unë po marrë rastin e shkollës së Gzishit. Ai di ti që kur i kanë kërku kryplakut, ka thënë, du një shkollë për 3 katone. Nuk du më thas mjelli, nuk du më këtë. Dhe imagjoj kur e ka thënë te? Po kur e ka thënë, një ka thënë 1935. Po. Sot, ne kemi një fatkeqësi shumë të madhe. Unë po marr një në kryetempujt e Miritës, Oroshit. Një kryetar komune, duke u bë autostrada, nuk ka marrë dot kaq makina zhavori dhe rane dhe betoni për me bën 2 kilometra rrugë me shku ke Abacia Oroshit, me shku te Konviti Oroshit që në 1930 jep mësim Prangjakova, nuk ka bë dot një rrugë për me shku ke Abacia, ke Kapitanati, ke atje. Dhe ai fshat është shpopullu. Ne kemi 100 fshatra turistike. Pra kjo ndodh nga pasojat. Ne llogarisim disa gjëra, ky boni mirë. Po harrojmë pasojat që kanë ndodhur, po të këqijat që kemi bërë, po të këqijat që ka bën një drejtues X a Y në këtë kohë dhe varësit e tij. Po vi ke një element tjetër. Bashk, shumë vite më përpara, në kushte shumë të vështira, kemi bën një gazetë një dita. Bashk natyrisht nuk po them vetëm unë e ti, po edhe një grup shumë më i gjatë, po bashk kanë parasysh. Po aty, sa herë kena diskutuar na për të bën një shkrim si do dilte. Prandaj ajo gazeti ishte ashtu. Është mirë që të diskutohen. Po unë kujtoj me shumë emocion ardhjen e Margarita Gjepës, edhe netjen një ditë në Rubik dhe një ditë në Rshan, dhe ardhjen pastaj në televizorin Mirdita të asaj kohe dhe me bashkëbisedu me të. Atëherë, sot shkojmë drejt kësaj. Do me thënë pasojat që vinë nga padia, nga mungesa dhe nga dëshira e qenje specialistit, njeriu të zotit, njeriu të punës e tjerë, çojnë në pasojat pa riparueshme. Çojnë pasojën e shpopullimit të vendit, çojnë pasojat të shtukjes së shkollave, të prishjes së bibliotekave të tjera. Nuk mund të korrigjohet. Në vitin 1967 u doq Biblioteka Oroshit. Zef Mirdita shkruan tek dielli. Ma në fund u doq Historia e Shqipërisë. Pse? Ishte një ndër bibliotekat më të mëdha, ishte më e madhe se Biblioteka e Shkodrës, se ata priftat mençëm e kishin qu diku ku mos digjet. Siç Dom Letsaçi thot, i referohemi arkivit të Ndërfanës. Pra arkivit të kishës së Ndërfanës, se arkiv tjetër nuk ka pas. Dhe këto janë djegë, janë vuzjarni. Ku, si mund t'i gjomë në ato dokumenta, tash ti duhet me shku on Rom, on Dubrovnik, on Vjen, on Padova. E qartë, gjithçka që folim mund të rishim për orë tërë, sepse është temë shumë a shumë, por... Kërkëm një se nështë ata postum në njëherë linjën, po... Ne do kemi kohë për të biseduar emision pas emisioni, por thashtë edhe i herë, premtoj që këtu do bëjmë kuven, dhe jo shaman. Dhe kjo si bëjmë sot, pra kuven. Kuven ku të dëgjohen ata çfarë kanë për të thënë në komunikim me publikun, është nësi që u kisha të dyve, Frano. Edhe një detaj sa grimë të rëkojnë një, sepse televizive është shumë mushme se sa dëshira jo në pakesh. Duhet bisedojmë, ose duhet mirë kuptojmë faktin që ne po bisedojmë për kuvendet. Kuvendet që kryesisht pra janë, si që tha, mate cilësi elitare që kanë të bashkëbisedimit, janë i takojnë pjesës rurale Shqipërisë që është edhe dominanca e popullatës. Por, në bashkosi ose shumë kohë përpara, një qytet si Shkodra, që është kërciza e qytetnisë shqiptare, administroheshe prej statuteve të Shkodrës. Ishte legjislacioni kompatibël, i nivleshëm me
me ligjësinë, me ligjet me të cilat administroheshin qytete si Venecia, Roma tjerë. Të ne ka sjell tash mas ka shekuish Lucia Nadin, albanologja mrekullueshme prej Venetës dhe prej rajonit Venës. Do të thonë që pra edhe elita e kuvendeve është vetë për shkrirë sepse nuk vjen rastësisht e prime e mjellën si fare edhe në pjesën më të thellë, më rurale të Shqipërisë. Se Shqipëria kjo është në fakt, shumica është rurale, historikisht. Vjen sepse janë ky kontingjent i këtyre njerëzve, kjo elitë vinte prej shkollave më të mira të Evropës, qarkote në për qytetin e Shkodrës ku kishte këtë lloj zhvillimit, po thona, edhe juridik po tjerë, qytetrimor po edhe juridik, dhe cilësia kuvendeve është e këtij niveli sa që ne shohim me zili edhe sot e kësaj dite. Shumë faleminderit, edhe unë do t'ja u përcjell atyre që janë duke bërë fushat gjithve, do mundohem t'ja u përcjell emisionin. T'ja u përcjell në link. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi që ishi këtu. Ndërkohë që do të kemi diçka, në çdo emision unë do të mundohem të sjell nga një ekstraktiv përshkrimor, analiza, komente për një ngjarje të caktuar që të jetë edhe për trit, po edhe për tjerë, po sidomos edhe për trit. Kam shumë dëshirë dhe do t'ju çastem duke lexuar ato analiza që janë më të mira, më të prekshme, janë më përmbajtësore, analiza që ka nevojë në një fenomen që bëhet kolektiv. Për shembull, fenomeni i fundit që ka qenë kolektiv është Big Brother, besoj e keni ndjek, Frano, edhe Gjorën e keni ndjek në një pjesë të tij. Edhe 3 vjet që nuk e ndjek. Megjithatë është fenomen kolektiv, por unë do të sjell, duke mbyllur edhe emisionin, do të sjell një analizë që bën Korab Bllakaj. Nga Big Brother te kolapsi i vetdijes kolektive. Big Brother nuk është më një emision. Është një pasqyrë groteske e asaj që po bëhemi. Një shoqëri që i kthehet vetes jo për ta njohur, por për ta mohuar. Një kom që më shumë interesohet për grinjë dhe pavlera në një shtëpi plastike se sa për fatin e tij historik. Një brez që ndjek dramën e inskenuar, ndërsa e lë pas dore dramën reale të shpirtit të tij në shurje. Kjo nuk është më arktim, është një autopsi morale e një shoqërie që po qelbet e gjallë. Nëse dikur panemet romake mbani turmat të qeta, sot spektakli mediatik bën më shumë e bën turmën të verër. Në vend të vetdijes kemi voyerizëm, në vend të pjesëmarrjes pasivitet, në vend të lirisë një ekran ku e zgjedhim robërinë me SMS. Big Brother është laboratori i shpërqendrimit të madh ku njeriu mësohet të dojë çka është banale, të urrejë çka është fisnike dhe të adhurojë çka është bosh. Të ashtuiturit banor nuk janë as personazhe, as përfaqësues. Janë karikatura të shpirtit njerëzor të përzgjedhur jo për karakterin, por për konfliktin. Ata nuk debatojnë, por ulërinë, nuk përfaqësojnë mendime, por impulse, nuk ndërtojnë urë, por gropa në emër të kontentit. Ky është projekti i inxhinierisë së njeriu të pavetdijshëm. Një njeri që e urren vllain e vet, por adhuron opinionistët që e manipulojnë. Shoqëria Big Brother është shoqëria e njeriu të rrudhur në formë më të ulët të ekzistencës. Një trup që kërkon kënaqësi, një mendje që nuk pyet dhe një shpirt që nuk beson në asgjë më të madhe se vetja. Tani kur historia po na thret për ndërgjegje kombëtare, ne u përgjigjemi me votime për banor. Kur rinia ka nevojë për shembull idealist, ne u japim idolet zbrasta që thyjnë rekorde në kotësi. Ky është teatri absurd i një kombi në krizë shpirtërore ku identiteti nuk metohet përmes thellësisë, por përmes simbolikës së shtrembëruar dhe konflikteve artificiale të dizajnuara për të përqarë dhe jo për të bashkuar. Ky ishte, si thush, ky komenti ekstraktiv i këtij emisioni. Her pas here do sillim çaste të tilla, por edhe pozitive, normal, por për fenomenet që bëjnë kolektivitetin e shikueshmërisë dhe kolektivitetin e analizave edhe të mënyrës së jetuarit dhe kthejnë modelet, do të thënë si një lloj uzurpimi të mendjes dhe në anën psikosociale të shoqërisë, është normal që ne pse jo duhet i përmendim në për emisione. Gjithsesi, në një emision do të kem 3 vetëm për çështje të tilla. Faleminderit që më ndoqët këtu në Acrolis TV, keni mundësi
që ja pas jave të nishi emisionin në Koven. Nga unë Gjergj Margu, tu, në Akrolis TV, në ndiqi.